Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot në Llogara. Në mesditë është gjetur një automjet duke u djegur në qafën e Llogaras, ndërsa brenda tij është konstatuar një person. Dyshohet se si pasojë e zjarrit ka humbur jetën shoferi i automjetit, ende i pa identifikuar. Sipas policisë, drejtuesi i automjetit i BMW ka humbur jetën si pasojë e zjarrit pasi nuk ka arritur të dalë në kohë nga automjeti. Ende nuk dihen rrethanat dhe shkaqet e kësaj ngjarje të rëndë, ndërsa shërbimet zjarrfikse dhe forcat e policisë kanë mbërritur në vendin e ngjarjes. Si pasojë e djegjes totale, targa e mjetit nuk ka qenë identifikueshme, ndërsa ngjarja ka ndodhur rreth orës 14:35. Nuk dihet nëse kemi të bëjmë me vrasje apo ngjarje aksidentale, ndërsa drejtuesi i automjetit nuk është identifikuar ende. Në njoftimin e saj të shkurtër zyrtar deri më tani, policia thot, rreth orës 14:35, pas një njoftimi të marrë në sallën operative të DVP Vlorë, shërbimet e policisë janë nisur drejt vendit të quajtur qafa e Llogaras, ku kanë konstatuar një automjet duke u djegur. Brenda automjetit dyshohet se si pasojë e zjarrit ka humbur jetën dhe është djegur një shtetas ende i pa identifikuar nëse diljen e drejtuesit të mjetit.